në një nga momentat më të vështira të aleancës. Presidenti i Amerikës që thotë unë do ndërpres çdo lloj bashkëpunimi me një antar që ishte Spanja, dhe të tjerët cilët i kanë dalë hapur presidentit Trump në çështjen e Iranit, po jo vetëm çështjen e Iranit, në shumë çështje tjera, për arsye edhe ideologjike. Dhe presidenti amerikan e tha troç, po të mos ishte se ishte Turqia, nuk do kisha ardhur fare. Por nuk ka të bëjë me lidhjet personale dhe individuale të presidentit Trump me Erdogan. Këto janë interpretime. Siç dëshirojnë ta paraqisin. Sigurisht që s'ka. Dhe ai e tha troç, po të mos ishte që është Turqia, që është ushtria e dytë dhe unë dua të rris interesat e Amerikës këtu dhe interesat ushtarake dhe është kufimi i Iranit, unë s'do kisha ardhur fare. Dhe këtë nuk e them unë ose Mehmet Kalisi. Këtë e thot Donald Trump, presidenti i SBA-s. Dhe eksponentët tjerë politik. Ishte interesant se ka qenë një senator i cili ndroi jetë, Lindsey Graham. Me njëherë pas konferencës së NATO-s, edhe ai e përkrahu rikthimin e Turqisë në programin e F-35-s. Megjithëse në të kaluarën ka qenë shumë kundërshtar ndaj tyre. Pra është një mendim i establishmentit politik në SBA, të cilët e shohin Turqinë si partnerin e tyre strategjik. Shiko, Mehmet, e përsërisim edhe një herë, sa kemi thënë shpesh. BE-ja pa Amerikën dhe pa NATO-n është, si me thënë, po ta them në shqipe shumë vulgare, po që është e kuptueshme, është pa brek. Është zbuluar, është... Tre ushtrit më të mëdhaja të NATO-s nuk janë anëtarë të BE-s. SBA-ja, Turqia dhe Britania. Trendi zhvillimor për të konsoliduar sigurinë politike, edhe ushtarake, edhe ekonomike të aleancës, edhe të Bashkimit Evropian, duam s'duam, pëlqet, kalon nga marrëdhëniet e mira me SBA-n dhe nga i 5% i famshëm i GDP-s. Pra i prodhimit përgjithshëm bruto. Kjo nuk do të thotë që duhet na pëlqej mënyra se si flet Donald Trumpi, që duhet na pëlqej arroganca në momente të caktuara, që duhet na pëlqej. Nuk do të thotë kjo gjë. Në aleancë marrëdhëniet lidhen për shkak të interesave, e interesat aleanca e ka me fuqi më të madhe, dhe për shkak të ardhmes. Lufta në Iran, zoti Kalisi, tregoi që paratë e shpenzuar për siguri nuk janë luks.